Nëse je shumë i pafajshëm, fillimisht humbet respektin. Në një botë që përparon çdo ditë në teknologji, në ekonomi, në shpejtësi, duket se ajo çfarë humbet më shpejt është pikërisht pafajësia. Dhe ndoshta nuk është çudi. Në këtë epokë cinizmi dhe mbijetesë, ku maska e fortësisë ka zëvendësuar fytyrën e ndeshmërisë, të qenit i pafajshëm shpeshherë ngatërohet me të qenit naiv. Dhe në këtë ngatërim fatal vjen edhe ndëshkimi i parë shoqëror, humbja e respektit. Pafajësia si vlerë e nënvlerësuar. Pafajësia në thelb nuk është mungesë zgjuarësie. Është një zgjedhje etike për të mos përdorur keqdashjen si mjet force. Është vendimi për të mos e shfrytëzuar tjetrin, edhe kur ke mundësinë. Por sa vlerë ka kjo në një botë që mbështet fitimtarët, jo të drejtët? Sa shpesh respektohet ai që nuk ngre zërin, që nuk përdor hilet, që nuk hakmerret? Shpesh, një njeri i pafajshëm perceptohet si i dobët, si i lehtë për të manipuluar. Kjo nuk është sepse ai është i tillë, por sepse bota e lexon ndeshmërinë si mungesë force. Kështu, pafajësia nuk vlerësohet, por shfrytëzohet. Dhe si pasojë, njeriu i ndershëm nuk është i pari që fitohet në tavolinën e respektit, përkundrazi, shpesh është i pari që injorohet. Shoqëria që e keqinterpreton virtytin. Në një botë ku arroganca ngatërohet me vetbesimin dhe manipulimi me mençurinë, nuk është për tu habitur që pafajësia shihet si dobësi. Njeriu i pafajshëm nuk është thjesht dikush që nuk bën keq, është ai që vazhdon të mos bëj keq edhe kur ka arsye për të reaguar, për t'u hakmarrë, për të mbrojtur veten me të njëjtën monedhë. Dhe kjo, për shumë kënd, është e paimagjinueshme. Respekti në kohët moderne fiton shpesh kush mashtron më bukur, kush flet më fort, kush duket më shumë. Por a është ky respekt i vërtet? Apo është thjesht frikë e paketuar me emrin respekt? Ndoshta ajo çfarë njeriu i pafajshëm humbet në fillim është respekti artificial, por ruan atë më të rëndësishmin, integritetin me veten. Kur pafajësia bëhet rebelim. Në një botë të çmendur, të jesh normal është akt revolucionar. Në një botë të mbushur me cinik, të jesh i pafajshëm është një formë rebelimi. Të mos lëndosh të tjerët kur mundesh, të mos kthehesh në bish sepse bota është e egër, kjo është një forcë që pak vetë e kuptojnë, por që është rënjësisht më e thellë se çdo respekt që fitohet përmes frikës ose shfaqjes së pushtetit. Pafajësia nuk është mungesë lufte. Është refuzimi për të bërë një luftë të pisë. Dhe ky refuzim, për aq sa mund të kushtoj respektin e rrem të turmës, mund të jap një liri të rrallë, lirinë për të qenë njeri, jo maskë. Nëse je shumë i pafajshëm, ndoshta do ta humbasësh respektin në fillim. Por ajo që fiton në heshtje është diçka më e fortë se çdo lavdi e përkohshme, është ndërgjegjja e pastër, është paqja me veten, është qëndrimi përballë një bote që të sheh si të dobët, por që në të vërtetë s'ka as guximin të jetë si ti. Në fund të ditës, nuk është pafajësia që humbet, por është bota që humbet një nga pasqyrat më të pastra të vetes. Dhe respekti i vërtet fillon pikërisht kur dikush ka guximin të jetë i pafajshëm, edhe kur askush nuk e vlerëson.